Kreshnik Bayraktari, drejtori i ri i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, u prezantua sot nga zëvendës kryeministria, njëherësh ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku. Në fjalën e saj, Balluku tha se në krye të kësaj drejtorie, shërbimet e të cilës janë shumë të rëndësishme për qytetarët, u vendos një drejtues që më parë ishte në krye të portit të Durrësit dhe synon të vijojë kontributi në fushën e transportit për të shtuar edhe më shumë inovacionin në këtë fushë. Sot kërkohet gjithmonë e më shumë që shërbimet të kenë cilësi akoma më të mirë, që kuadrion ligjor, kodi rrugor ka pësuar disa herë ndryshime, të cilat kanë për synim përafrimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që me përfundimin e autostradave që po ndërtohet të jetë pjesë e korridoreve europiane. Shqipëria tashmë është një nga hapet turistike më të zhvilluara dhe ju e dini më mirë se unë që numri i automjeteve gjatë verës, automjeteve të cilat merren me qira apo edhe automjeteve që futen nga pikat kufitare është krahasimisht me vitin 2019 disa fish i rritur. Të gjitha këto kërkojnë akoma më shumë angazhim. Dhe pavarësisht gjithë punës të mirë që është bërë në DPSHTR, ne duhet të angazhohemi akoma më shumë, të injektojmë teknologji të re, të injektojmë inovacion dhe mbi të gjitha, të kemi shërbime transparente dhe të shpejta. Për këtë arsye, DPSHTR-n do ta drejtoj sipas vendimit të bordit, duke nisur nga sot, Kreshnik Bayraktari. Kreshniku ka vite që punon me transportin rrugor, është inxhinier mekanik, pra do kenë në krye një profesionist i cili ka investuar edhe në edukimin e tij. Një person i cili prej kohësh ka kontribuar në transportin publik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe në Bashkinë e Tiranës dhe më shumë se një vit ka drejtuar portin e Durrësit, duke u futur edhe në një fushë tjetër të transportit, atë të transportit detar. Kreshniku është një bashkëpunëtor i mirë, është një zyrtar i ndërgjegjshëm dhe për çka unë mund t'ju garantoj, duke e parë edhe dje nga impakti i ndarjes me punonësit e portit të Durrësit, do të jetë një drejtues mbështetës. Pasi të gjitha punët e mira bëhen me skuadra